mund ta cek lirisht që në fillim, kur kam fillu me performancat live në për lokale të ndryshme, e kam këndu këngën konkretisht që e përmende, Natë e Gjarë, dhe publiku nuk e kanë ditë. Pas një kohë shumë të shkurt, kanë fillu publiku i njëjtë ta këndojnë, sepse janë interesu për atë që e kam servu unë gjatë mbrëmjeve, kanë hulumtu dhe e kanë zbulu këngën dhe e kanë mësu. Dhe në këtë aspekt unë mundohem që ta bëj një mision, ta edukoj publikun ma të gjanë, sidomos gjeneratat e reja, dhe kam shumë raste, kam edhe dëshmitar që publik të moshave ma të reja, kanë ardhë dhe më kanë përshëndet dhe më janë falenderu që i kam tregu një pjesë të muzikës shqipe që ato nuk e kanë njoftë, pa fajin e tyre, sepse ajo u servohet. Më kanë thënë shembull që dëgjojnë vetëm hite, çka ju servohet në YouTube, ato i dëgjojnë, hite kalimtare. Dhe me kalimin e kohës, pasi që kanë ardhur tek mbrëmjet ku unë performoj, kanë fillu dhe i kanë ndryshu shija për muzikë. Shumë e vërtetë, në fakt, ky është një mision që duhet ta kenë të gjithë artistët dhe ta arrin qëllimin. Mundohem ta bëj sa më shumë këtë mision dhe besoj që deri diku e ke arrit. Ja kam dalë.